Cili ka qenë momenti më i vështirë emocionalisht që e mbani mend deri më sot si kryetari i Mitrovicës? Ishin 3 ngjarjet, thotë më kanë bërë që të dridhemi. Ishte papritmas. Parku i Paqës që mu vendos mi lumin Iber, mi urën e Ibrit, të cilën ne bënë marrëveshje në Bruxelles që e atliruat, dhe pasi që u bërë me televizimi i saj, ata vetëm papritmas i vendosën lulët aty, dhe isha jashtëzakonisht nuk isha në Mitrovicë, isha duke shkuar në Prishtinë, dhe im kthyer, dhe ju e keni po dhe nashta dhe e inqizimin e ku ju kom drejtuar shërbet që të hiqon për ndryshe do të ndodhë diçka që ju nuk keni me kuptu dhe në atë moment. Dhe fatbarësisht me negociata e lirum ato, pastaj ma ngritën një muri brenda natës prej shqiptarëve, ma ngritën murin të ura e Ibrit 3 metrash, dhe e pa të adhonë në 24 orë që të jeket, ose do të jekun në bagjer, vetë do t'i graja faj. Dhe i treti? Dhe i treti ka qenë kur ardhë policia e Kforit për të mi vendosur cilindrat në 2 anë të urës Ibrit, në qelës të maj, unë edhe në qelës kryetari komunës e Verim, aja e bigë saj kur donë mundet me blokuar, dhe unë e ndërpreva takimin dhe thash kjo punë nuk do ndohë kur, dhe ju e keni pa